Ngjarje tronditse, momente të frikshme në kopshtin zoologjik, 10 vjeçaria sulmohet nga luanesha. Një vajzë 10 vjeçare përjetoi momente të meri kur një luaneshe u rritur u përpoq ta kapte me putër, teksa ajo po e ushqente gjatë një vizite në Shantou, Songshan Park Zone në Shantou, provinca Guangdong në Kinë. Sipas raportimeve, vajza, identiteti të cilës nuk është bërë publik, po jepte ushqim kafshës përmes kafazit kur luanesha futi papritur putrën në përhapësirat e hekurave dhe u përpoq ta tërhiqte atë drejt vetes. Kafsha arriti t'i kapte pantallonat dhe tentoi të afronte më shumë, ndërsa vajza bërtiste e tmerruar. Ngjarja ndodhi të njëjtën në 26 shkurt. Një kujdestar i kopshtit zoologjik ndërhyri menjëherë për ta shpëtuar. Ai e tërhoqi vajzën dhe më pas mori një shufër metalike nga toka, duke e goditur vazhdimisht drejt luaneshës që ta detyronte të lironte kapjen. Pas rreth 30 sekondash përpjekje, ai arriti të nxjerrte vajzën nga rreziku. Mediat lokale raportojnë se kujdestari e kishte futur vajzën në një zonë posaçme sigurie për të ushqyer kafshën, edhe pse ajo ishte shumë e vogël për të marrë pjesë në një aktivitet të tillë. Pas incidentit, ai është pezulluar dhe është transferuar në një tjetër detyrë sipas raportimit Need to Know. Stafi beson se luanesha reagoi agresivisht pasi pa mish në dorën e vajzës. Vajza u dërguar në spital për kontrolle dhe rezultoi se kishte vetëm disa gërvishje të lehta në këmbë. Ajo mori gjithashtu një vaksinë kundër tërbimit dhe më pas u largua me prindrit e saj, të cilët thuhet se nuk e fajsojnë kopshtin zoologjik për incidentin. Kopshti zoologjik, i njohur për aktivitetet interaktive të ushqimit të kafshëve, u mbyll përkohësisht për të parandaluar përsëritjen e rasteve të ngjashme.